fakt një sër ngjarjesh kanë kapluar vendin tonë në ditët e fundit, duke pasur parasysh edhe atë që 24 orë më parë ka ndodhur, ku duket se ka pasur një takim të zotit Klodian Braho dhe prokurorëve të tjerë të SPAK-u në një vizitë zyrtare në Departamentin e Drejtësisë në SBA. Çfarë do thotë kjo? A pritet arrestime të reja sipas asaj që ti përpiqesh të lexosh? Unë lexoj si është bashkëpunimi i Shtetet Bashkuara, ndarja e institucioneve të drejtësisë është e madhe, është një suport që do vazhdojnë ta japin për të luftuar korrupsionin, krimin organizuar dhe për të siguruar pa diskutim qytetarëve shqiptarë besueshmërinë tek institucionet e drejtësisë, sepse për këtë arsye u krijua dhe reforma në drejtësi për t'i dhënë publikut besueshmërinë, për të pastruar individët e korruptuar, qoftë nga politika, qoftë nga gjyqësorë, por mbi të gjitha, duhet ta rrim faktin që Shtetet e Bashkuara janë arkitektët e reformës në drejtësi, ndërkombëtarët janë arkitektët e reformës në drejtësi dhe janë dhe financuesit e reformës në drejtësi. Kështu që pa diskutim, çdo takim i cili bëhet në kuadrin e luftës kundër korrupsionit dhe një bashkëpunim i fortë të Shtetit Bashkuara të Amerikës, institucioneve të drejtësisë, është një hap përpara që do të çojë jo vetëm institucionin e drejtësisë që është SPAK-u, por gjithë vendin, duke i dhënë kështu besueshmëri që puna do të vazhdojë pa pasur asnjë lloj pengese apo ndërhyrje nga palët e korruptuara të politikës shqiptare dhe xhanketave të vjetra. E kuptoj. Nga ana tjetër, si po duket situata në Partinë Demokratike, me gjithë ju kandidaturat që le të themi kandidoni për kreun e PD-s, teksa ditët kanë filluar të kenë countdown e tyre deri në momentin që do të zgjidhet kryetari. Atëherë, siç e kemi kuptuar, nëse po bëhet një garë mirëfill për kreun e Partisë Demokratike, thasi në çdo vend evropian, por dhe në gjithë botën, do të ishte një garë në të cilën të gjithë kandidatët do jepnin platformën e tyre dhe vizionin e tyre që pse duhet zgjedhësh si kryet PD-s dhe pse këto individë duhet të drejtojnë Partinë Demokratike. Nuk po bëhet një garë, po fitën demokratët në përgjithë shtetet që të jojnë gjithë kandidatët, përkundrazi kemi vetëm një kandidat, i cili është Sali Berisha, i cili nuk e lejon statutin garor sepse po shkel Tini Baça. Ky zotëri do të zgjedhë dhe kandidatin që është përballë tij dhe kjo është një çmenduri, pasi ne 3 individë cilët kemi dalë kundra tij ne skualifikohen, dhe këtë zotëri ne skualifikohen vetë statutin e një bakta. Është ky individ i cili krijon individëve të tjerë të garojnë dhe të drejtën që demokratët kanë, të kenë një garë pa diskutim, të kenë të drejtën e tyre për të zgjedhur të preferuarin e tyre. Situata është e qartë, është absurde në të njëjtën kohë, pasi në çdo vend Berisha rasti konkret do ishte një kandidat si gjithë tjerë dhe nuk mund zgjedhja ai kandidatët që do ketë përballë. Shqyrtojmë një paradoks në të cilin pa diskutim dyshani personal i Sali Berishës mbrohet për interesa të caktuara personal dhe familjar. Dhe në këtë lloj situate sot Partia Demokratike pa shpresë me luftë me institucionet e drejtësisë dhe pa diskutim luftë edhe me faktorin ndërkombëtar që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pa diskutim edhe Anglia. Megjithatë, në këtë situatë që ju ndodheni, keni ndjer ju vetë ose dhe kandidatët e tjerë një lloj intimidimi nga zoti Berisha duke u quajtur? Absolutisht jo, po kisha ndjer intimidimi, do kisha hedhur kandidaturën, nuk guxova ta sfidoj Sali Berishën. Sali Berisha nuk ka frikë Alisja Balliun si individ, por ka frikë garë. Vetëm ideja që të ketë garë këtë parti ose dikush tjetër guxon ta sfidojë, ai nuk e lejon dhe pa diskutim, nuk do të ketë kundërshtar përveç ato që do t'i zgjedhë vetë si kupullat e veta për fasadën e tij të radhës së shkëmtuar. Sali Berisha e di qartë as di që thuaj që politika ka mbaruar dhe që me të në krye Partia Demokratike nuk vjen më në pushtet. Pasi ky individ i ka marrë demokratëve të gjithë të drejtën e tyre për të qenë një parti serioze, për të qenë një parti e cila jep shpresë, sepse kurse ja ka marrë këtë të drejtë, ja ka marrë pasi në momentin që Berisha ose në drejtësi merret se PD-ja ose në drejtësi. Në momentin që Berisha është në ngrata, merret se gjithë partia është në ngrata. Dhe në këtë mënyrë ai ja ka marrë mos të lloj pjesë ose ta them dhe vjedhur demokratëve të drejtën për
për që një alternativë serioz dhe për që një alternativë e hapur, që për ndërkombëtarët dhe drejtësisë. Nuk mund të fitoj PD-ja kur është kundra institucioneve drejtësisë, nuk mund të fitoj PD-ja kur është kundra ndërkombëtarëve. Dhe këtu lidhet pa diskutim vetëm me liderin, se ndërkombëtarët nuk kanë gjë me Partinë Demokratike, nuk kanë Partia Demokratike nuk ka probleme me institucionet e drejtësisë. Këto probleme i ka Berisha, i cili e ruan me fanatizëm për të mbajtur trashëgiminë dhe pasurinë e familjes Shi, dhe për këtë lloj arsye ai përdor si trampolin Partinë Demokratike. Që vërtet e lidhur të sot pa diskutim rrethon Partinë Demokratike dhe është e dukshme kuptohet që nuk ka shpresë për ndryshim dhe nuk ka shpresë që ky individ të reflektojë pas 33 viteve që është në krye të Partisë Demokratike dhe që është person me jetë aktive politike në Shqipëri. E kuptoj, nga ana tjetër ai ju ka quajtur ju kandidatëve pra përfshirë të gjithë kandidatëve që do duan të marrin pjesë në një proces gare të denjë dhe me integritet në PD, ndryshe nga sa ka ndodhur në fakt deri tani dhe nuk kemi ndonjë pritje se do ndodhin le të themi në të mirë të këtyre kandidatëve ajo që do ndodhin në datë 23 maj, u ka quajtur si të kapur nga zoti Rama, të bler nga ai për interesat e tij për të përçarë Partinë Demokratike. E kuptoj qartë që hallet e veta personale i ka me shpifje dhe individëve të tjerë, shpifje pa bazë, pasi unë më i zonjë për flasë për vetëm time shumë shumë drejtove, nuk kam punuar një vit vetë në shtet. Kam vite që ushtrej profesionin që fizik të avokatisë, kam profesionin të shërëtimave në ndaj SKB, një të ardhurat e mia, unë paguhem nga qeveria. Por nga oligarkët që qeveria mbro paguhet shkëllëzën Berisha. Nga oligarkët të cilët Rama i ka paguhet shkëllëzën Berisha, syri televizion në të cilët ka ndalë faturat e hapura. Alesja Balliu që paguhet, as nga qyteti, as nga Rama, përveç se nga profesioni saj. Që shpifja është vetëm në cilin përdoru ku i mungon argumente. Dhe ku mungon argumente, pa diskutim që vrotja me që dhe dhe sumi gjirë që s'mos të ka shqipur. Prandaj shqiptarët e kanë refuzuar në gjere, e kanë refuzuar në 2013 e kanë refuzuar në 2025 dhe zotin tot as rezultat në basën të 2021. Sot që ne flasim basë kemi minush 300.000 vota dhe të 300.000 vota i kemi minush për shkak pazarit që ka bërë Sali Berisha me Edi Rama, që ka bërë pa diskutim Sali Berisha me liste janë oligarkë të Edi Ramës, me oligarkë cilët paguajnë faturat tek televizioni i lirit. Që qoftë do flasim për kapjet, flasim me fakte, mos flasim pjesë argumentit me shpifje. Unë as kam përfituar nga Partia Demokratike dhe as kam përfituar as nga Partia Socialiste. Unë flasë për demokraci, sepse besoj tek parimet, besoj tek vlerat, besoj tek gara dhe fuqiza, besoj që vendi ka nevojë për një të ardhmen dhe ka nevojë për gjeneratën e re, jo nga xhaketat e vjetra, të cilat janë pasuruar në shqiptar, nga xhaketat e vjetra të cilat kanë bërë milionat, nga xhaketat e vjetra të cilat nuk shohin dot realitetin që sot jeton qytetarët e tjerë, jetojnë profesionistat e tillë, shoqët edhe ju gazetarët, keni rroga të papërfillshme në anë tjetër keni një paradoks qoftë nga qeveria, qoftë edhe nga Berisha, të cilën janë milionat e papunëve. Shisha në të kuadrë, unë jam shumë e pastër dhe nuk intimidon pyetja juaj jo, por as shtifjet që hidhen dhe bajta që hidhen në mua. Kushdo i cili shqip, në mënyrë të argumentit, mund ta verifikoj qartë të ardhurat e mia, profesionin tim dhe punën time. Okej, ka një proces të nisur prej kohësh në Partinë Demokratike për zgjedhjet e kryetarëve të degëve të PD-s. Si një proces paralendës të asaj që pritet të ndodhi për kreun e saj. Keni ju hije skepticizmit, dyshimi nga mënyra se si po zgjidhen krerët e degëve dhe sa funksional do t'jenë për votën e Berishës, duke pasur parasysh faktin se ato janë zgjedhur dhe janë bërë një garë për të ruajtur pushtetin e Berishës. Duhet kuptoni gjithçka me zonjë. Një parti opozitare kur bën zgjedhje duhet të ketë shurë, duhet të ketë përfaqësim, duhet të ketë pa diskutim shumë individ si këtë bashkohen, sepse pritet që partia që është në opozitë do bëjë ndryshimin e madh, dhe pritet që kjo forcë politike të vijë në pushtet. Ta vëshrej në çdo degë, ky faktë është shumë i votizëve, do thotë që ato nuk kanë shpresë, janë thjesht militantë, të cilët pa diskutim kanë një jetë Parti Demokratike dhe ato që ka zakon
por jo të shkojnë sepse e di që po sjellin ndryshimin, sepse ndryshimi nuk vjen me minorancë, vjen me shumicë, dhe shumica nuk e ka Sali Berisha, sepse shumica nuk i afrohet Sali Berishës. Dhe protestat e Sali Berishës janë kundra korrupsionit, por si që pri Berisha një proteste kundra korrupsionit, kur shkruaj korruptuar me dam nga SBA-ja dhe nga Anglia dhe. Korrupsioni luftohet me diktor i cili është i pastër, luftohet me një të korruptuar. Sepse atëri bile tjera të gjithë kaosës dhe protestës opresikës. Por, demokratët kanë të drejtën proteston, pashtu pa diskutim ka 1 milion arsye për të protestuar. Po për sa politik Berisha, ajo protesti vetë vlerën dhe kauzën reale të saj. E kuptoj. Nga ana tjetër, si u duk protesta e 17 prillit? Një dështim total dhe i pa diskutim ka qenë dhe protestat një shqipja që janë shkuar dhe sot nuk ka qenë po i ullët dhe pa diskutim nuk prodhoi asgjë të re. Ishte e njëjta refren dhe kemi 13 vite që përktojmë qeveri teknike, kemi 13 vite që kërkojmë qeveri teknike, kemi 13 vite që para çdo proteste ne rrëzojmë Ramën dhe pas çdo proteste, se të ishte protesta më e mirë, më madhështore dhe që e tronti Ramën. Që në këtë prizën nuk kam çka them më, përveç se të recitoj këngën e vjetër të Berishës, e cila nuk prodhon politikë jo, nuk prodhon shpresje jo, por po prodhon vetëm diçka e cila është humbja totale e identitetit Partisë Demokratike dhe kjo është e dhimbsh. E kuptoj. Për sa i përket këtyre protestave, për shumë syresh ndodhin për të mbajtur në pushtet në fakt vetë zotin Rama, me të gjithë zullumet e pushtetit të tij në këto vite dhe me të gjithë aktet e korrupsionit nga zyrtarët lartë të tij. Mendoni dhe ju kësaj? Mendoj që koha e Tiranës politikë ka mbaruar dhe pa diskutim që gjithë skandalet që e kanë rrethuar gjatë gjithë qeverisjes së tij e kanë bërë atë individët më të përfolur në Shqipëri, por në ngrisën një alternative dhe duke pasur përballë një lider si Sali Berisha e bën të pasyshëm Ramën për mos skandaleve, për mos vjedhjeve, për mos korrupsionit, për mos çdo gjë që u thash pak më parë, luftohet një korruptuar me një korruptuar tjetër. Pa diskutim që të i vit të ri, duhet progresistë duhet një energji e re dhe cilët bëjmë politikë dhe jo të bëjmë pazare. Dhe duke shohur dhe parë qartë asgjë pazaret e Sali Berishës, njerëzit janë shumë përmbuar dhe fajnë Ramën në shtet. Por që Rama, pa diskutim, në moment që ndrohet leadershipi dhe futbola vjetër e Partisë Demokratike, Rama ka mbaruar. Thjesht Rama sot e mbas Sali Berisha dhe ai është shkaktari i gjithë kësaj situate politike. Duket se PS kanë ndezur motorët e saj për zgjedhjet elektorale të 2027-s, megjithëse duken të larë, këta historia ka treguar që në politika asgjë nuk është rastësore për votat që marrin. Ndërkohë, PD-ja është akoma në vend numëro duke zgjidhur hallet e saj për kreun e PD-s. Cila mendoni se do ishte një kandidaturë efektive PD-s për Bashkinë e Tiranës, për kryeqytetin, si më i rëndësishme? Atëherë, në radhë të parë, PD-ja ka bërë analizë në zgjedhjeve time të maj, PD-ja për shkel statutin që këtë prokuria e ka bërë vetë një pasha, por shkel ligjin dhe pa diskutim që një individ që shkel ligjin dhe nuk respekton rregullat e shtëpisë vetë, shteti besueshëm për qeverisur vendin nesër nga njerëzit, pa diskutim që është shumë përpara Partia Socialiste, pasi ato janë nga gjithë kohës në terren, ndërkohë PD-ja refuzon të bëjë analizën e mirë se u qytetit, refuzon të ndrojë dështar për çfarë, refuzon të ndrojë leadershipin i cili është dy herë dhe mendon që me një rikthim të tretë të bëjë ndryshimin imaginar. Nga ana tjetër, kandidatura për Tiranë, Partia Demokratike ka goxha kandidat të mirë, ka potencialin që të ta prijë Partinë Demokratike drejt një fitore të madhe dhe pa diskutim se ka individ që e quan opozitën, kanë bërë kauza dhe ka vlerësimin tim të caktuar, sepse lufta ime është ndaj Berishës, ndaj popullës vjetër, jo ndaj Partisë Demokratike, si duan të shesin dhe duan pa diskutim ta përcjellin
tek demokratët. Që në këtë prizëm ka 2-3 kandidatura, të cilat më qenë kandidatura shumë të mira për Bashkimin e Tiranës. Një emër? Tani, këtë do preferoja Po. personalisht. Pa diskutim politik, kam përshyrë që sonë femra të cilat gjithve politik, femra të cilat kanë një së dukshme, dhe pa diskutim dhe Sonja Tabaku, kjo për shkak edhe të politikës qytetare, për shkak edhe të angazhimit ndër vite, për shkak edhe të raporteve që ka me faktorin ndërkombëtar, por Biçita është një figurë e pëlqyeshme dhe një figurë e cila pozitiv të prodhoi politikë qytetare, çka ka nevojë sot, jo vetëm Tirana, por Shqipëria, por Biçita dhe opozita. Pasi Berisha po bën politikë, po bën opozitë, thjesht po mbrojt pasurinë e familjes së tij. Kushdo i cili do ta prashmojë të gjë, thjesht është janë agoninë e tij dhe vdekur dhe 10 vite të tjera në opozitë. Alicia, edhe diçka, çfarë ndodh me zhvillimin ton politik, me qasjen tënde ndaj Partisë Demokratike nëse humb në zgjedhjet për kreun e PD-s? Shiko, po luftë nuk po e bëj për emrin tim personal si Alicia Balli. Këtë luftë po e bëj për demokratët, këtë luftë po e bëj për t'i dhënë një shërbim që është pa diskutim. Vendosja e rregullave, vendosja e garës, vendosja e individëve me kontribues, me meritokraci, thjesht po e bëj këtë luftë për gjithë demokratët që duan PD më të fortë, më të bashkuar, për ta bërë PD fituese për gjithë ato shqiptarë cilët duan dhe janë luftë nga qeveria Rama. Por lufta ime nuk është ndaj demokratëve, do të atakoj Sali Berishën. E bëj për një të drejtë vetme dhe e bëj me fakte sepse PD-ja ka nevojë të informatorëve, ka nevojë të jetë alternativë, ka nevojë të jetë fituese, nuk mund të jetë paderitë të shkuara, dhe të jetë drejt i gjithë të familjes Berishën. PD-ja ka drejtë të informatorët, ka drejtë të vëzhgojë politikë. Sepse ne kemi gati Shqipëria 3 vjet që merret në hallin personal Berishës, që do bëjë shpikë. 5 herë shpaf, brapa, se faktori ndërkombëtar nuk ka shkelur i huaj tek Selia PD-s, shumë për shpallur Berisha kryetar. Këto janë shëncimet e mia. Janë sot Vali, jam kuptuar Saliani, kuptuar Zonja Tabaku, kuptuar kushdo shoh. Është përshtatson dietalisë për këtë. Të sfidë me barimet demokratike e bëj që forca ime politike që kam ndërruar mbi 10 vite të jetë forcë fituese nesër. Sfidën time me Berishën e bëj për parimet. Kam asnjë sfidë personale me Sali Berishën. Bëj për parimet, për demokracinë, bëj për ato që ky zotëria vetë premtoi te fotore, që ishte bashkimi me demokratët, që ishte që nuk do përjashtonte me njëri, që ishte që do e bënte për do fituese. Por Biçita këtë vit premtoi që të votuarit antarësisë do ishin përfaqësuesit e parlamentit dhe në çfarë motiv nuk ndodhi, sepse do zoti Skula u përjashtuam. Të gjithë retorikën time politike për pas fakteve, por nëse dikujt nuk pëlqen e vërteta, ç'është problemi im, ne kam prapë detyrë ta them atë, edhe nëse më të lartë.